dikush merr përsipër flasin në këtë sallë, e mbi gjitha kur e bën këto në emër qytetarëve apo sigurisë tyre, duhet mendoj edhe për sigurinë ekonomike. Ekonomia nuk është një gjë që zhvillohet atje tej, po ka një element shumë të rëndësishëm në të, besimin. Paniku që përhapet në të tilla raste mund të godasë ekonominë dhe mbi ekonominë mund të godasë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Punën e tyre, të ardhurat e tyre dhe gjithçka tjetër që lidhet pikërisht me ekonominë e tyre. Kështu që unë do kërkoja që të ketë përgjegjësi në këtë sallë. Këto nuk janë çështje që diskutohen këtu. Këto janë çështje që diskutohen në komisionet parlamentare. Si të doni me dyert të hapura, me dyert të mbyllura, nëse janë klasifikuara, normalisht shkojnë atje dhe konsumohen atje brenda. Por edhe atje me vëmendjen e jashtëzakonshme për mos shkaktuar panik me pasoja të rënda ekonomike mbi të ardhurat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Turizmi është një degë e ekonomisë që zhvillohet vetëm mbi besimin. Dhe ka një përpjekje shumë të madhe muaj të tërë për ta goditur turizmin. Boll me kaq. E dyta gjë që kam qenë në mes të muajit shkurt që kërkoj një interpelancë me ministrin e bujqësisë. Pra që në javën e dytë të muajit shkurt. Po shkojmë në javën e dytë të muajit prill. Tani 3 javë më përpara pranova argumentin që ministri është në Bruksel. Dhe për shkak edhe të marrëdhënieve që ne kemi, për shkak edhe të detyrimeve që kemi në raport me Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, natyrisht që dhash mirëkuptimin tim. Tani sot më thonë që ministri është në Kosovë. Tani në këtë situatë unë nuk mendoj që kjo është arsye. Çështja për cilën e kisha thirrur ka të bëjë drejt për drejt me ushqimin. Në këtë moment, në këtë periudhë, në këtë situatë etj mund të lëviz ministri jashtë, mund të lëviz ministri i mbrojtjes, mund të lëviz ministri i energjisë, pa diskutim, po ministri i bujqësisë duhet të jetë këtu. Dhe t'i përgjigjet kuvendit. Dhe në këtë aspekt doja ta theksoj edhe një herë. Ky instrument i kontrollit parlamentar nuk mund të relativizohet dhe nuk mund të dalë nga agenda siç kërkon një ministër. Agjendën time nuk e bën dot një ministër në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Dhe natyrisht do kërkoja me ngul që kjo gjë mos ndodh më. Më janë dashur 6 javë për të marrë informacionin. Tani më duhen 6 javë për të folur me ministrin. Po nuk ka kuptim më. S'ka kuptim. Faleminderit. Zoti Braçe, keni drejt në sa thatë. Është e vërtetë që sot ishte planifikuar interpelanca, por ministri për shkak të një vizite të vet jashtë vendit nuk mundi ta zhvillojë dot sot, do të planifikohet për seancën e radhës në datën 9 prill. Ndërkohë për pjesën e parë pajtohem plotësisht me ju dhe marr dhe unë përgjegjësinë time për të mos e lejuar më këtë diskutim të zhvillohet në këtë mënyrë duke shkaktuar pasoja shumë të mëdha për të përfituar shumë pak, nuk e di se kush përfiton politikisht. Këtë e bëra si paradhënie për të ndërprerë fjalën çdo kujt që do të dalë jashtë procedurës dhe do të merret me një çështje politike që nuk është pjesë e rendit ditës, por që ka plot instrumenta se si trajtohet, lidhur me qëse e kam fjalën që mos e marr përsëri, lidhur me pretendimin se duhet të jenë, ju lutem. Po politikë pra, po kur t'i vi radha, ka dhe një rend, politika ka dhe rend, politika nuk është gjithmonë amulli. Po, për lidhur me lidhur me pretendimin për të marrë pjesë këtu kryeministri apo ministrat relevant, patjetër është e vërtetë që Neni 47 e parashikon, por duhet të depozitoni pyetjet, nëse kishit pyetje, do t'i kishin ftuar ministrat apo dhe kryeministrin të merrnin pjesë dhe të përgjigjeshin pyetjet, siç kemi disa raste sot. Ndërkohë, ky pretendimi juaj sot është shumë spontan, nuk ka asnjë gjë të depozituar në kuvend lidhur me këtë çështje. Është një çështje që po e merrni spontanisht duke e futur te hapësira e procedurës. Shumë faleminderit zoti Kapri, keni gjë për procedurë, urdhroni. Faleminderit. Zoti kryetar, unë mund të informoj si antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare që nuk kemi asnjë informacion për situatën. Dhe shqetësimi i gjithë deputetëve të opozitës këtu është më se legjitim. Shumë faleminderit, nuk është procedurë. Të lutem, ma lër tani ta marr. Zoti Xhaferi, zoti Besar Xhaferi. Zoti kryetar, edhe
E mirë kuptojmë shqetësimin e zotit Braçe, i cili me të drejtë ka kërkuar interpelancë apo mocion debati me ministrin. Ministrat tani këtu nuk janë turista. Nëse marrin vesh se ministri po shkon me lobu për IPARD-in, besoj se do dështoj, se ato janë anulluar dhe i ka marrë lumi. Por ne si opozite kuptojmë se kemi dhe 8 vite që kërkojmë mocion për debat interpelancë me kryeministrin. E njëjta gjë ndodh. Sot në rend dite ke interpelancë me kryeministrin. Ku është kryeministri? Apo e delegoni gjithë përgjegjësinë. Sa për panikun që mund të përhapet nga një shqetësim që vetë partneri jonë strategjik e ka deklaruar në deklaratë zyrtare, nuk besoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë dashakejse ndaj Shqipërisë. Ne nuk e dim nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës ju kanë informuar juve në rrugë private, ju s'keni reaguar dhe tashmë bën deklaratë publike. Xhaferi kërkoi shumë dies, po sapo i ndërpreva fjalën zotit Kapri pikërisht për këtë temë. Po në rregull pra po. Dhe i keni të gjitha hapësirat për ta trajtuar shqetësimin, sepse ky nuk është shqetësim, nëse është një shqetësim, nuk është politik, por është i vendit dhe mund ta trajtoni siç u tha shumë mirë nga zoti Braçi, më mirë se unë, në komisione dhe në gjitha hapësirat tjera parlamentare, në mënyrë serioze të bazuar në fakte dhe në argumente. Jo duke marrë mikrofonin për procedurë dhe të përhapni një panik që në përshtrimin tim personal nuk ekziston, pa patur fare merak se çfarë pasojash sjell ajo për ekonominë e vendit edhe për psiqikën kombëtare, nëse doni ta dini. Zoti Klevis Balliu, fjala procedurë. Duke po tentoj të mirë kuptoj të gjithë diskutimin, por një gjë dhe besoj këtu bijem dakord të gjithë, qytetarët kanë më shumë besim tek fjalët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se sa tek ne tek kjo sallë. Dhe pikërisht për atë që ju përngrini për sigurinë dhe qetësinë. Apo jo? Nuk na nderon, por është një fakt. Dhe pikërisht për atë që ju po ngrini për çështjen e sigurisë, do të ishte mirë që të merresh një mas tjetër dhe jo themi hamendësime, se nuk jemi ne në pozita një shtet që nuk siguron dot 2 veta në aeroport dhe bëhet atentatin mes aeroportin, që t'i themi njerëzit rrini ju se nuk merr vesh Amerika dhe e refuzoi akuzën ndaj ambasadës që ata po merren me politikë dhe po kërkojnë të bëjnë politikë. Dhe ju lutem brenda rregullores, nëse keni mundësi, t'i thoni, t'i tërhiqni vëmendjen deputetëve të mazhorancës që përdorin gjuhë fyese ndaj kolegëve, aq më tepër që na tregojnë dhe duan të bëjnë karrierë mbi viktima. To janë akte të turshme dhe besoj dhe ju do të bashkoheni në këtë kërkesë që mos të ofendohen deputetët e opozitës, aq më tepër kur vin nga një njeri që e ka rast të përsëritur gjuhën e urrëties dhe gjuhën barbare dhe tetë ordinere. Faleminderit. Patjetër, gjuha ofenduese nuk do tolerohet as për një palë as për palën tjetër, sepse rregulloria është një për të gjithë. Jo, nuk tolerova asgjë, nëse keni pretendime, tani kam unë si të lutem, por në qoftë se keni pretendime, siç është bërë praktik, ne kemi edhe regjistrimin dhe ju rikthehemi prap momenteve si gjithmonë, dakord? Kështu që të lutem mos i trajto të gjitha me stui. Gjithë çështjet me një stui të paqen. Shumë faleminderit, kthehemi te rendi ditës. Interpelancë e ndërpreva se nuk ishte fjalë procedurë. Interpelancë urgjente me ministrin e punëve të brendshme, zoti Besfort Lamallari, kërkuar nga një grup deputetësh e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 810 të Kushtetuës dhe nenin 97 rregullores të Kuvendit. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me policinë e shtetit dhe strukturat e tjera të sigurisë, procedurat e emërimit punonjësve si dhe masat për garantimin e integritetit dhe profesionalizmit forcave të rendit. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96.5 rregullores. Kush do ta paraqesë interpelancën e kërkuar, zoti Klevis Balliu? Po. Keni drejtën për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Faleminderit. Përshëndetje. Përpara se të filloj këtë interpelancë, dua të bëj një sqarim të rëndësishëm. Pavarësisht situatës së rëndë dhe degradimit që ka pësuar policia e shtetit si pasojë e inkriminimit të saj në lidhje me afera të shumta kriminale, edhe në veçanti me kartelet e drogës, brenda kësaj strukture ka ende efektiv të ndershëm që çdo ditë
përballen me strukturat kriminale dhe me kartelet që siç thon raportet ndërkombëtare janë më të rrezikshmet në Europë. Shumë prej tyre efektive të ndershëm kanë rënë në krye të detyrës, pikërisht në përplasje me krimin e organizuar dhe me kartelet e drogës. Betejë jonë për pastrimin e policisë shtetit bëhet në interes të vendit, në interes të sigurisë të qytetarëve, por edhe në emër të atyre efektive të cilët kanë dhënë jetën në luftën kundër krimit organizuar.